Gimbo, DJ i njohur dhe mik i ngushtë i Gjestit, ka dhënë një intervistë të sinqertë për Shpend Lipën, duke folur për rrugtimin e tij muzikor, marrëdhënien me Gjestin dhe momentet e vështira që kanë kaluar së fundmi. Në intervistë, Gimbo theksoi se Gjesti ka qenë shtysa dhe motivimi i tij kryesor për të punuar dhe ka besuar gjithmonë se bashkë do të arrinin suksesin e madh. Ne jeni dyshja që gjithmonë kemi besuar se mund të arrijmë më lart, tha ai, duke qeshur. Kur u pyet nëse do të mund ta shihnim si konkurrent në Big Brother, DJ-ju me humor e hodhi poshtë iden. Nuk do t'ishte fair të fitoja 2 herë, tha ai, duke qeshur. Një moment i ndjer i intervistës ishte kur Gimbo ndau emocionet për humbjen e papritur të Eldionit, vëllait të Gjestit, duke cilësuar si një tragjedi që tronditi të gjithë. Për ne ka qenë një bam, Zoti mëshiroft ata. Në ushëllime për familjen, falenderoj të gjithë ata që ishin pranë. U shpreh ai me emocion. Për të, Gjesti po kalon një periudhë të vështirë pas tragjedisë, por, sipas Gimbos, ai është duke i përballuar më mirë tani dhe po kalon më shumë kohë me familjen. Momentalisht është mirë, po rri me familjen, tha ai duke treguar mbështetje për mikun e tij në këtë kohë të vështirë. Ky është hera e parë që një person i afërt i Gjestit flet hapur për gjendjen e tij pas heshtjes totale që ka mbajtur fituesi i Big Brother VIP.